Ai hyri me çizme të ndotura në një salon makinash luksoze dhe u poshtërua menjëherë. Askush nuk e imagjinonte se pas asaj thjeshtësie fshihej një burr i gatshëm të blinte 10 nga makinat më të shtrenjta. Mjaftoi një transfer që heshtja dhe pendimi të mbushnin gjithë ambientin. Para se të fillojmë, bëhuni pjesë e familjes son këtu në kanal, abonohuni tani, lini pëlqimin tuaj, ndihmon jashtëzakonisht shumë punën tonë dhe shkruani në komente nga cili qytet po na ndiqni. Më pëlqen shumë të di se deri ku arrin historitë tona. Dielli i pasdites binte fort mbi asfaltin e bulevardit Dëshmorët e Kombit, një nga arteriet kryesore tregtare të Tiranës, ku ishin përqendruar dyqanet më luksoze të zonës metropolitane. Mes koncesionarëve të makinave të importuara, argjendarive dhe butikëve të firmave të njohura, lëvizja ishte intensive atë të enjte marsi. Ekzekutiv me kostum e kravat ecnin me nxitim, gra elegante mbanin çanta të markave të famshme, dhe era e kafes ekspres përzihej me aromën e parfumeve të shtrenjta që ndjehej në ajër. Pikërisht në këtë sken luksi dhe nxitimi, një kamionqinë e vjetër Ford Blue, e vitit 2006, parkoi tamam përballë Premium Motors, koncesionarit më ekskluziv të bulevardit. Mjeti binte plotësisht në sy në atë mjedis. Boja ishte zbejur nga dielli dhe koha, kishte gërvishtje anash dhe karoceria e pasme mbante gjurmë balte të thate, sikur sapo kishte dalë nga një rrugë fshati. John Marku zbriti nga kamionqina me lëvizje të qeta, pa u nxituar. 53 vitet e tij ishin të mbushura me qetësinë e atij që e njihte vlerën e punës së palodhur dhe durimit. Çizmet e lëkurës kafe ishin të lyera me baltë të thate, rezultati një mëngjesi duke inspektuar kullotat e fermës. Pantallonat jeans të zbardhura kishin parë ditë më të mira, ashtu si edhe këmisha me kuadrate me mëngë të gjata që kishte veshur. Një kapele e thjeshtë kashte plotësonte pamjen, duke e mbrojtur nga dielli i fortë që ende ngrohte edhe në fund të pasdites. Ai eci drejt hyrjes së koncesionarit, duke vëzhguar përmes dritareve të mëdha prej xhami makinat vezulluese të ekspozuara në salon. BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi. Çdo mjet vlente më shumë se shumë shtëpi në periferi të qytetit. Dritat e tavanit theksonin çdo kthes, çdo detaj të kromuar, çdo rifinitur lëkure që thërriste luks dhe sofistikim. John Marku shtyu derën e xhamit dhe ndjeu menjëherë ajrin e kondicionuar të ftohtë t'i prekte fytyrën e djersitur. Dyshemeja prej mermerit të bardhë pasqyronte dritat e ambientit dhe zhurma e hapave të tij bëri jehon në hapësirën e gjerë. Kishte rreth 15 makina të ekspozuara, secila e pozicionuar strategjikisht për të shkaktuar impaktin maksimal vizual. Një BMW G6 e zezë zinte qendrën e sallonit, me një çmim të theksuar në xhamin e përparm që bënte çdo njeri të zakonshëm të gëlltitej në të thatë. 3 shitës me kostume të errëta bisedonin pranë banakut të pritjes dhe vështrimet e tyre u kthyen menjëherë nga i sapoardhuri. Shprehjet e tyre ndryshuan nga neutrale në të habitura, pastaj në diçka që i afrohej bezdisë. Pëshpërima diskrete filluan të qarkullonin mes tyre. Në anën tjetër të sallonit, Ardian Berisha vëzhgonte skenën nga zyra e tij me mure xhami. Në moshën 42 vjeçare, Ardiani ishte pronari i koncesionarit prej 8 vitesh, pasi e kishte trashëguar biznesin nga vjehri. Gjithmonë i veshur në mënyrë të përsosur, atë ditë kishte veshur një kostum italian blu të errët, këmishë të bardhë të hekurosur dhe një kravat mëndafshi që kushtonte më shumë se rroga mujore e shumë punëtorëve. Flokët e tij ishin krejur në mënyrë perfekte prapa, dhe ora zvicerane në kyçin e dorës së tij kapte dritën me çdo lëvizje. Ardiani e kishte ndërtuar reputacionin e tij jo vetëm duke shitur makina të shtrenjta, por duke krijuar një atmosferë ekskluziviteti që tërhiqte elitën e qytetit. Biznesmen, mjek, avokat të suksesshëm, trashëgimtar të familjeve tradicionale. Të gjithë kërkonin Premium Motors kur donin të tregonin statusin e tyre përmes një mjeti të importuar. Dhe Ardiani dinte saktësisht si t'i trajtonte ata, duke ofruar shampanjë franceze, meze të zgjedhura dhe një shërbim që e bënte çdo klient të ndihej pjesë e një klubi ekskluziv. Por prania e John Markat në atë mjedis dukej si një notë disonante në një simfoni të orkestruar mirë. Ardiani rrudhi vetullat, rregulloi kravatën dhe vendosi se ishte koha të ndërhynte personalisht. Ndërkohë, John Marku ecte ngadalë mes makinave, duke ekzaminuar çdo detaj me vëmendjen e dikujt që ishte vërtet i interesuar të bënte një blerje. Ai u ndal përballë një Mercedes-Benz klasisë të argjend, duke vëzhguar brendësinë me lëkurë bezh dhe rifiniturat prej druri fisnik.
Duart e tij, të ashpërsuara nga puna, prekën butësisht llamarinën duke admiruar cilësinë e bojës. Pikërisht atëherë u afrua Ardiani, këpucët e tij italiane bënin një zhurmë karakteristike në mermerin e lustruar. Një buzëqeshje e sforcuar u vizatua në fytyrën e tij, por sytë e tij mbetën të ftohtë dhe llogaritës. Mirdita, tha Ardiani, zëri i tij i ngarkuar me një mirësjellje artificiale. Mund t'ju ndihmoj me diçka? Ndoshta zotëria po kërkon ndonjë adresë të caktuar? John Marku u kthye qetësisht, hoqi kapelën e kashtës dhe e mbajti me të dyja duart. Sytë e tij ngjyrë kafe, të qartë dhe të drejtë për drejtë, takuan ata të Ardianit pa asnjë nënshtrim apo siklet. Mirdita, miku im. Jo, nuk kam humbur rrugën. Kam ardhur pikërisht këtu, në dyqanin tuaj. Jam i interesuar të blej një makinë. Buzëqeshja e Ardianit u drodh lehtë dhe ai shkëmbeu një vështrim të shpejt me shitësit, të cilët tani po afroheshin diskretisht për të ndjekur bisedën. Një kliente elegante që po ekzaminonte një BMW 4 kabriolet, gjithashtu e drejtoi vëmendjen e saj te skena, megjithse përpiqej të fshihte interesin e saj. Ah, kuptoj, u përgjigj Ardiani, ironia duke filluar të ngjyroste zërin e tij. E po, ne kemi disa mjete këtu. Por ndoshta zotëria po kërkon diçka më të përshtatshme për profilin tuaj? Ka një koncesionar kamionçinash të përdorura rreth 3 kilometra larg këtej, në rrugën e Elbasanit. Ose ndoshta një dyqan traktorësh do të ishte më interesant? Shitësit lëshuan të qeshura të përmbajtura dhe klientja e ktheu vështrimin, qartësisht e parehatshme me situatën që po zhvillohej para saj. John Marku, megjithatë, ruajti qetësinë që e karakterizonte. Kishte përballuar stuj në fermë që ishin më kërcënuese se arroganca e një shitësi makinash. Jo, miku im. Jam në vendin e duhur. Punoj me bagëti dhe bujqësi, është e vërtet, por sot kam ardhur këtu për të blerë një makinë të importuar. Mundet që pamja ime të mos jetë ajo me të cilën jeni mësuar, por paraja është e njëjtë, apo jo? Ardiani ndjeu një therrje irritimi. Ai burr i thjesht po fillonte të tërhiqte vëmendjen e klientëve të tjerë të pranishëm, dhe kjo nuk ishte e mirë për imazhin e dyqanit. Ai duhej ta zgjidhte atë situatë shpejt, para se të kthehej në një spektakël. Dëgjoni, zotëri, Ardiani bëri një pauzë, duke pritur që John Marku të jepte emrin. John Marku. Por mund të më thërrisni thjesht John. Zoti John, unë e kuptoj kuriozitetin tuaj për mjetet tona. Por ndoshta është e rëndësishme që ju të dini se makinat këtu kushtojnë shumë të konsiderueshme. Ky Mercedes që po shikonit, për shembull, kushton 7 milion lekë. Me para në dorë. John Marku tundi kokën qetësisht, sikur shuma të ishte krejtësisht e arsyeshme. Është një çmim i drejtë për një makinë të kësaj cilësie. Po ajo bëmë atje në qendër, sa kushton? Ardiani rahu qepallat disa herë, duke u përpjekur të përpunonte natyrshmërinë me të cilën John Marku e kishte marrë informacionin për çmimin e Mercedesit. Shitësit shkëmbyen vështrime dhe pëshpërimat u shtuan në volum. BMW 6. 9 milion lekë. Dhe sa copë keni në dispozicion nga ky model? Kemi 2 njësi, u përgjigj Ardiani, zëri i tij duke zbuluar një bezdi në rritje. Por zoti John, me gjithë respektin, a e keni idenë se çfarë lloj investimi përfaqëson një mjet i tillë? John Marku vuri përsëri kapelën në kokë dhe bëri disa hapa drejt qendrës së sallonit, ku BM-ja vezulluese priste. Ai e rrethoi ngadalë, duke ekzaminuar çdo kënd, çdo detaj, si një njohës që vlerëson një vepër arti. Sigurisht që e kam, djalosh. Nuk jam as analfabet, as budalla. Punoj me shifra të mëdha çdo ditë në pronën time. Çështja është, a keni interes të shisni apo do të vazhdoni të më gjykoni nga rrobat që vesh? Pyetja e drejtë për drejtë e John Markut ra si një bombë në ambient. Salloni, që gjithmonë funksiononte me saktësinë e një ore zvicerane, tani duke jashtë ritmit. Ardiani ndjeu gjakun t'i hipte në fytyrë. Ai katundar po e sfidonte para klientëve dhe punonjësve. Zoti John, tha Ardiani, zëri i tij tani ngarkuar me një kondescendencë të fshehur keq, unë nuk po gjykoj askën. Thjesht po tregohem realist. A e keni idenë se sa kohë do të duhej për të mbledhur paratë e nevojshme për të blerë një nga këto makina duke punuar në fshat? John Marku ndaloi së ecuri dhe u kthye për të parë Ardianin. Sytë e tij mbetën të qetë, por tani kishte një vendosmëri në ta që nuk kaloi pa u vënë re. Nuk e di, miku im.
Sa kohë mendon ti se do të duhej? Ardiani buzëqeshi, duke ndjerë se po e rimerte kontrollin e situatës. Ai bëri një gest dramatik drejt makinave përreth. E po, le të bëjmë një llogari të shpejtë. Një punëtor fshati fiton mesatarisht 2 paga minimale në muaj. Kjo i bie rreth 80.000 lekë në muaj. Për të bler atë BM, duke punuar pa shpenzuar asnjë qindark për ushqim, shtëpi apo çdo gjë tjetër, ju do t'ju duheshin më lejoni të shoh rreth 15 vjet. Sigurisht, kjo nëse çmimet nuk do të rriteshin gjatë kësaj periudhe. Shitësit qeshën hapur tani dhe madje edhe klientja elegante i lejoi vetes një buzëqeshje diskrete. Ardiani ishte i kënaqur me demonstrimin e tij matematik, duke ndjerë se e kishte rivendosur atë vizitor të padëshiruar në vendin e tij. John Marku dëgjoi gjithçka në heshtje, duke tundur kokën ngadalë, sikur po treste informacionin. 15 vjet është vërtet shumë kohë, ra dakord ai. Por po sikur të them se nuk kam nevojë për 15 vjet. Po sikur të them se mund të paguaj me para në dorë, sot. Buzëqeshja e Ardianit u zgjerua edhe më shumë. Tani ishte e qartë se kishte të bënte me një ëndërrimtar, dik plotësisht të shkëputur nga realiteti. Zoti John, me gjithë respektin, ju po flisni për gati gjysmë milioni euro. Këto nuk janë para që mbahen në xhepin e këmishës. Ke të drejtë. Nuk janë para që mbahen në xhep, u përgjigj John Marku qetësisht. Por kush tha se unë i mbaj parat në xhep? Ardiani qeshi me zë të lartë këtë herë, një tingull që bëri jehon nëpër sallon dhe tërhoqi edhe më shumë vëmendje. Ah, kuptova. Ju do të bëni një transfer bankare, apo jo? Nga celulari, ndoshta? Shitet disa lokë sot dhe e keni llogarin plot? Ironia në zërin e Ardianit ishte aq e trashë sa mund të pritej me thikë. Shitësit qeshën përsëri dhe John Marku kuptoi se ishte bërë argëtimi i pasdites për ata njerëz. Por në vend që të nervozoi apo të ndihej i poshtëruar, ai thjesht buzëqeshi. Ajo buzëqeshje e qetë dhe serene e John Markut bëri që diçka e çuditshme të ndodhte në ambient. Për një moment të shkurtër, të qeshurat pushuan dhe Ardiani ndjeu një të dridhur të pashpjegueshme t'i përshkonte shtyllën kurrizore. Kishte diçka te ai burr i thjesht që ai nuk arrinte ta deshifronte. Di diçka, miku im, tha John Marku, zëri i tij duke ruajtur të njëjtin ton të qetë si gjithmonë, ke të drejtë për një gjë. Transferta bankare është vërtet mënyra më praktike për të paguar në ditët e sotme. Dhe pikërisht atëherë John Marku futi dorën në xhepin e pasëm të pantallonave jeans dhe nxori një celular. Celulari që John Marku nxori nga xhepi ishte një model i thjeshtë, nga ato markat bazike vendase që shiteshin në çdo dyqan elektronik për më pak se 50.000 lekë. Ekrani i vogël kishte disa krisje anash dhe këllëfi plastik i zi ishte i konsumuar nga përdorimi. Krahasuar me iPhone-et e fundit që Ardiani dhe shitësit e tij mbanin me krenari, ai aparat dukej sikur kishte dal nga një muze teknologjie. Ardiani shikoi celularin dhe pastaj John Markun dhe shpreha e tij tallëse u intensifikua edhe më shumë. Ai bëri një gest teatral drejt shitësve, sikur ishte gati të dëshmonte shakan e shekullit. Ah, sigurisht. Celulari i famshëm i fermerit, thiri Ardiani, zëri i tij duke bërë jehon nëpër sallon. Më lejoni të gjej, zoti John. Do të më tregoni një foto të bagëtive që zotëroni dhe do të thoni se kjo vlen gjysmë milioni euro? Shitësit shpërthyen në të qeshura. Besnik Hoxha, një djalë i ri 28 vjeçar që punonte në koncesionar prej 3 vitesh, qeshte aq fort sa ju desh të mbështetej në banak. Artan Krasniqi, veteran 45 vjeçar dhe shitësi ylli i dyqanit, tunte kokën në mosbesim, sikur po shite një komedi të keqe. Ose akoma më mirë, vazhdoi Ardiani, i entuziazmuar nga reagimi i audiencës, do të më tregoni një foto të hambarit dhe do të thoni se i keni parat të groposura atje, si në filmat e vjetër. Madje edhe Valbona Gashi, klientja elegante që po ekzaminonte BM kabriolet, nuk arriti ta përmbante një buzëqeshje. Ajo ishte rreth të 50-tave, e veshur me një komplet linoje bezh që kishte kushtuar një pasuri, dhe thonjtë e saj të lyrë në mënyrë perfekte me të kuqe mbanin një çantë firmato. Valbona ishte e martuar me një mjek kardiolog dhe e frekuentonte Premium Motors prej vitesh. Kur nuk kishte dëshmuar një sken kaq të sikletshme si ajo. John Marku mbeti i patrazuar. Ai mbante celularin me të njëjtën natyrshmëri si gjithmonë, sikur të mos kishte dëgjuar asnjë fjalë nga provokimet.
Sytë e tij përshkuan përsëri makinat e ekspozuara, këtë herë me më shumë vëmendje te çmimet që ishin të vendosura në xhamat e përparme. Ajo por s'qetësaje në atje, tha ai, duke treguar një syve të bardhë vezullues në cepin e djathtë të sallonit, sa kushton? Ardiani rahu qepallat disa herë, I habitur sinqerisht nga këmbëngulja e atij burri. Çdo njeri normal tashmë do të kishte ikur me vrap nga turpi, por John Marku vazhdonte të ishte aty, duke bërë pyetje sikur të ishte një klient I vërtetë. 12 milion lekë, u përgjigj Ardiani, zëri I tij I ngarkuar me padurim. Por zoti John, a nuk e kuptoni vërtet se çfarë po ndodh këtu? Këto makina kushtojnë më shumë se sa shumica e njerëzve fitojnë në një jetë të tërë. E kuptoj plotësisht, u përgjigj John Marku qetësisht. Po ai Mercedes atje në fund? 15 milion lekë. Dhe sa copë keni nga ai model? Ardiani pshërtiu në mënyrë dramatike, sikur po merrej me një fëmijë veçanërisht kokfor. Kemi një njësi. Por dëgjoni, zoti John, le ta ndalojmë këtë shaka. Ju qartësisht po humbisni kohën tuaj dhe tonën gjithashtu. Nëse doni, mund t'i telefonoj një taksie për t'ju kthyer atje ku e keni lënë traktorin. Të qeshurat rinisën, edhe më të forta këtë herë. Besniku ishte skuqur nga të qeshurat dhe Artani fshinte lotët nga sy. Valbona, megjithse ende buzëqeshte, filloi të ndjente një farë bezdje me mizorinë e situatës. Pikërisht në atë moment, Fiona Leka, një shitse e re e vetëm 25 vjeçare, ju afrua diskretisht grupit. Ajo ishte punësuar vetëm 2 muaj më parë dhe ende po mësonte dinamikën e dyqanit. Fiona vinte nga një familje modeste nga Shkodra dhe e kishte marrë atë punë pas shumë përpjekjesh. Diçka në qëndrimin e qetë të John Markat e bënte të ndiej e shqetësuar me mënyrën se si po trajtohej ai. Më falni, zoti Ardian, tha ajo me hezitim, ndoshta është më mirë t'i shërbej unë zotërisë. Mund t'i tregoj disa nga modelet tona më të përballueshme. Ardiani u kthye drejt saj me një vështrim të akull. Fiona, ky zotëri nuk është këtu për të blerë asgjë. Ai thjesht po bën turizëm. Shko merru me organizimin e kontratave që erdhën sot. Fiona uli kokën dhe u largua, por vazhdoi të vëzhgonte skenën nga larg, me një shprehje të shqetësuar në fytyrë. John Marku, I cili e kishte dëshmuar të gjithë shkëmbimin, tundi kokën butësisht në drejtim të shitses së re, duke e falënderuar në heshtje për konsideratën. Pastaj, e ktheu vëmendjen te Ardiani. Djalosh, e kuptoj që pamja ime nuk është ajo me të cilën jeni mësuar këtu. Por unë vërtet kam ardhur për të bërë një blerje. Një blerje të madhe. Sa të madhe, pyeti Ardiani, zëri I tij duke pikuar sarkazëm. 10 makina. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Për disa sekonda, askush në sallon nuk lëvizi. Ardiani rahu qepallat disa herë, sikur të mos kishte dëgjuar mirë. Besniku ndaloi së qeshuri në mes të një të qeshure, duke mbetur me gojën gjysmë të hapur. Artani rudhi vetullat, duke u përpjekur të përpunonte atë që sapo kishte dëgjuar. Madje edhe Valbona ndaloi së pretenduari se po ekzaminonte makinën dhe u kthye plotësisht për të vëzhguar bisedën. Më falni, si thatë, pyeti Ardiani, zëri I tij duke dalë më I mprehtë se normalisht. 10 makina, përsëriti John Marku qetësisht. Nga më të shtrenjtat që keni këtu. Dua të blej 10 njësi. Shpërthimi I të qeshurave që pasoi ishte edhe më intensiv se të gjitha të mëparshme. Ardiani mbajti barkun, Artani duart rokiti dhe besnikut ju desh të ulej në një karrige për të mos rënë. Madje edhe disa punonjes administrativ që punonin në zyrat e pasme u shfaqen për të parë se çfarë po shkaktonte kaq shumë. 10 makina, bërtiti Ardiani mes të qeshurave. Ai do të blej 10 makina. Kjo I bie, më lejoni të llogaris, kjo I bie rreth 100 milion lekë. 110 milion, për të qenë më I sakt, e korrigjoi John Marku qetësisht. Korrigjimi I sakt matematik bëri që Ardiani të qeshte edhe më fort. Ai di edhe të bëj llogari. 110 milion lekë. Zoti John, a e keni idenë se sa bagëti duhet të shisni për të mbledhur këto para? Nuk kam nevojë të shes asnjë bagëti, u përgjigj John Marku thjesht. Ah, sigurisht. Harova që ju duhet të keni plantacione diamanti në oborin e shtëpisë, ironizoi Ardiani, duke provokuar një valë të re të qeshurash. Artani, duke fshirë lotët, ju afrua Ardianit. Zoti Ardian, a nuk është më mirë të therasim sigurimin? Ky djalë mund të jetë nuk e di pak I luajtur mendsh.
Ide e mirë, Artan. Fiona, bërtiti Ardiani. Telefono atje te qendra tregtare dhe kërko t'u dërgojnë një roje sigurie këtu. Mendoj se kemi një vizitor që ka nevojë për orientim për të gjetur daljen. Fiona hezitoi në anën tjetër të sallonit, qartësisht e parehatshme me urdhrin. Ajo shikoi John Markun, i cili qëndronte aty, i palëkundur dhe i qetë, si një shkëmb në mes të një stuje talljesh. Nuk ka nevojë të thërrisni asnjë sigurim, tha John Marku, zëri i tij duke ruajtur të njëjtin ton të qetë si gjithmonë. Unë nuk kam ardhur këtu për të shkaktuar probleme. Kam ardhur për të bërë një blerje të ndershme, me para të ndershme. Vetëm nuk prisja të gjeja kaq shumë rezistencë. Rezistencë, përsëriti Ardiani, i pabesueshëm. Zoti John, ne nuk po ofrojmë rezistencë. Po tregohemi realist. Ju po flisni për më shumë se 100 milion lekë sikur po ndërroni këmish. John Marku tundi kokën me mendim. Po, vërtet është një shumë e konsiderueshme. Por unë mund ta paguaj. Si, pyeti besniku, sinqerisht kurioz. Si keni ndërmend t'i paguani 110 milion lekë? Transfert bankare, u përgjigj John Marku, duke ngritur lehtë celularin. Të qeshurat e përgjithshme që pasuan ishin më të zhurmshmet nga të gjitha. Tani edhe punonjësit administrativ që ishin afruar po qeshnin. Ardianit ju desh të mbështetej në kofanon e një bëmje për të mos rënë. Transfert bankare, bërtiti ai. Me atë celular muzeu. Zoti John, ju as nuk duhet të dini ta përdorni siç duhet atë aparat. Di ta përdor, tha John Marku qetësisht. Madje, nëse më jepni niptin e dyqanit, mund ta bëj transfertën tani. Niptin, thiri Artani. Ai do niptin. Ardianit gati sa nuk i ra të fikët nga të qeshurat. Zoti John, nipti i kompanisë son është një 2 3 4 5 6 7 8 a. Por para se t'ju jap këtë informacion, a jeni absolutisht i sigurt se doni ta bëni këtë transfer? Sepse 110 milion lekë nuk janë shaka. Jam plotësisht i sigurt, u përgjigj John Marku. Dhe a e kuptoni se, pasi të bëhet transferta, nuk ka kthim prapa? Makinat do të jenë tuajat? E kuptoj plotësisht. Ardiani shikoi përreth sallonit duke vëzhguar të gjitha fytyrat e argëtuara që e rrethonin. Ajo ishte, pa dyshim, situata më absurde që kishte dëshmuar ndonjëherë në 8 vjet si pronar i koncesionarit. Vendosi ta çonte shakan deri në fund, vetëm për të parë se deri ku do ta çonte fantazin ai ka tundar. Në rregull, zoti John. Do t'ju jap niptin e kompanisë. Por dua që të gjithë këtu të jenë dëshmitar se ju e kërkuat këtë informacion dhe konfirmuat se doni të bëni transfertën. John Marku shikoi përreth, duke vëzhguar të gjitha fytyrat që e shikonin me një përzierje argëtimi dhe mosbesimi. Perfekt. Të gjithë këtu janë dëshmitar se unë kërkova të dhënat për të bërë një transfert prej 110 milion lekësh për të blerë 10 makina nga ky dyqan. Dhe gjithashtu janë dëshmitar se, në rast se transferta kryet, ju do ta respektoni shitjen. Sigurisht, tha Ardiani, ende duke qeshur. Nëse parat shfaqen në llogarin ton, makinat janë tuajat. Atëherë më jepni niptin. Ardiani i diktoi numrat ngadalë, sikur po fliste me një fëmijë që mësonte të numëronte. John Marku i shtypi me kujdes në celularin e tij të thjeshtë, duke verifikuar çdo shifër 2 herë. Gati, tha ai. Tani vetëm duhet të konfirmoj transfertën. Prit pak, tha besniku, pa pritur i shqetësuar. Mos ky burr do të na bëjë ndonjë mashtrim? Po sikur të shtyp një vlerë të vogël, si 10.000 lekë, vetëm për t'u tallur me ne? Ardiani tundi dorën me mos përfillje. Besnik, qetësohu. Shikoje fytyrën e këtij burri. Ai mezi duhet të ketë 10.000 lekë në llogari. Me siguri do të shfaqet një mesazh për fonde të pamjaftueshme, dhe atëherë e gjithë kjo farsë do të marrë fund. John Marku shikoi celularin, pastaj Ardianin, pastaj të gjitha fytyrat që e rrethonin. Ata njerëz e kishin gjykuar, poshtëruar dhe tallur për 20 minutat e fundit. Kishin supozuar se, për shkak se vishte rroba të thjeshta dhe ngiste një kamionçin të vjetër, ai nuk kishte as vlerë, as dinjitet. A jeni të sigurt se doni që unë ta bëj këtë transfer? Absolutisht, bërtiti Ardiani. Shtypeni butonin, zoti John. Jemi të gjithë në ankth për të parë 100 milionët të shfaqen në llogarin ton.
John Marku tundi kokën për herë të fundit, mori frymë thellë dhe preku ekranin e celularit. Dhe atëherë, në një fraksion sekonde që u duk se zgjati një përjetësi, gjithçka në Premium Motors ishte gati të ndryshonte përgjithmonë. Gishti i John Markut qëndroi pezull mbi ekranin e celularit për një moment që u duk i ngrirë në kohë. Rreth tij, të qeshurat kishin pushuar përkohësisht dhe të gjithë prisnin atë që e dinin se do të ishte fundi i sikletshëm i gjithë asaj shfaqjeje. Ardiani rregulloi kravatën, duke u përgatitur për kënaqësinë e të parit të atij burri të thjeshtë të pranonte më në fund humbjen e tij. Vetëm për të konfirmuar edhe një herë, tha John Marku, zëri i tij duke bërë jehon në sallonin e heshtur, ju do ta respektoni shitjen nëse parat shfaqen në llogarinë tuaj? Po, u përgjigj Ardiani me padurim. Shtypeni atë buton se duam ta shohim shfaqjen të mbaroj. John Marku buzëqeshi për herë të parë që kur kishte hyrë në koncesionar. Ishte një buzëqeshje e qetë, serene, por kishte diçka në të që bëri gjakun e Ardianit të ngrijë për një fraksion sekonde. Dhe atëherë, John Marku shtypi butonin e konfirmimit. Në heshtjen absolute që pasoi, i vetmi tingull i dëgjueshëm ishte zhurma pothuajse e padëgjueshme e ajrit të kondicionuar dhe tiktaku i largët i një ore në mur. Të gjithë syt ishin ngulur te John Marku, duke pritur sikletin që me siguri do të vinte kur sistemi bankar të refuzonte transaksionin për mungesë fondesh. Ishin saktësisht 15 sekonda heshtje. Dhe atëherë, celulari i Ardianit filloi të dridhej. Celulari i Ardianit dridhej me këmbëngulje në xhepin e brendshëm të xhaketës së tij. Tingulli, megjithse i ulët, bëri jehon në heshtjen absolute të sallonit si një alarm emergjence. Të gjitha kokat u kthyen në drejtim të Ardianit, i cili mbeti i palvizur për disa sekonda, sikur të mos arrinte të përpunonte atë që po ndodhte. Po ju bie celulari, zoti Ardian, tha besniku, duke thyer heshtjen e tensionuar. Ardiani rahu qepallat disa herë dhe, me lëvizje mekanike, nxori aparatin nga xhepi. Ekrani i ndriçuar tregonte një njoftim nga aplikacioni i bankës. Duart e tij, që normalisht ishin të forta dhe të sigurta, u dridhen lehtë ndërsa rrëshiti gishtin për të hapur mesazhin. Transfert e pranuar, lexoi ai me zë të ulët, zëri i tij duke dalë më shumë si një pëshpërim sesa si një deklaratë. Pastaj, më lart, me një mosbesim në rritje, transfert e pranuar. 110.000.000.000 lekë. Dërguesi, John Marku. Heshtja që pasoi ishte ndryshe nga të gjitha të mëparshme. Nuk ishte më një heshtje pritjeje apo argëtimi. Ishte një heshtje shoku absolut, sikur dikush të kishte thithur të gjithë ajrin nga ambienti. Besniku ishte i pari që reagoi. Si kështu transfert e pranuar, pyeti, zëri i tij duke u thyer në fund të fjalisë. Kjo nuk mund të jetë e vërtetë. Artani ju afrua Ardianit duke zgjatur duart. Më lër ta shoh. Duhet të jetë ndonjë gabim i sistemit bankar. Ardiani ja dha celularin me duart të dridhura. Artani e lexoi njoftimin 1, 2, 3 herë, sytë e tij të zgurdulluar duke u zmadhuar me çdo lexim. 110 milion lekë, murmuriti ai. Transfert bankare e kryer saktësisht 40 sekonda më parë. Dërguesi, John Marku. Valbona Gashi, e cila deri atëherë kishte qenë një spektatore e thjeshtë e asaj komedie, la të binte çanta e saj firmato në tokë. Tingulli i goditjes bëri jehon nëpër sallon, por askush nuk lëvizi për ta ndihmuar. Kjo nuk është e mundur, përshpëriti ajo, duke vënë dorën në gojë. Nuk është e mundur. Fiona, e cila kishte qëndruar larg gjatë gjithë diskutimit, ju afrua ngadalë grupit, sytë e saj të ngulur te John Marku. Kishte diçka në shprehjen e saj që ishte ndryshe nga të gjithë të tjerët. Nuk ishte mosbesim apo shok. Ishte njohje. Sikur më në fund të kuptonte diçka që duhej ta kishte vënë re që në fillim. John Marku qëndroi saktësisht aty ku ishte, me kapelen e kashtës në duar, duke vëzhguar reagimet rreth tij me të njëjtën qetësi si gjithmonë. Por tani, në atë heshtje të ngarkuar me tension, prania e tij dukej se kishte ndryshuar plotësisht. Nuk ishte më vizitori i padëshiruar, ndërhyrësi që kishte hyrë në tempullin e sofistikimit. Ishte klienti që sapo kishte bërë blerjen më të madhe në historinë e Premium Motors. Zoti Ardian, tha John Marku, zëri i tij duke prerë heshtjen si një te, duket se transferta u procesua. A mund të flasim tani për dorëzimin e mjeteve? Ardiani ngriti syt nga celulari dhe e pa John Markun. Për herë të parë që kur ai burr kishte hyrë në dyqanin e tij, Ardiani e pa atë vërtet.
jo rrobat e thjeshta, jo çizmet e pista me balt, jo kapelen e vjetër të kashtës. Ai pa sytë e qetë dhe inteligjent, qëndrimin e drejtë dhe të sigurt, dinjitetin e palëkundur që asnjë sasi poshtërimi nuk kishte arritur ta thyente. Dhe në atë moment, Ardian Berisha ndjeu diçka që nuk e kishte provuar prej shumë kohësh, frikë. Unë duhet ta konfirmoj këtë, belbëzoi Ardiani, duart e tij duke kërkuar furishëm celularin. Duhet t'i telefonoj bankës, të verifikoj nëse kjo është vërtet reale. Sigurisht, tha Gjon Marku qetësisht. Telefononi sa të doni. Unë nuk nxitohem. Ardiani formoi shpejt numrin e shërbimit të klientit të bankës, duart I dridheshin aq shumë sa gaboi numrin 2 herë para se të arrinte të kryente thirrjen. Ndërsa priste të përgjigjeshin, ai shikonte herë Gjon Markun dhe herë njoftimin në celularin e tij, sikur njëra nga të dyja do të zhdukej në çdo moment. Alo? Po, këtu Ardian Berisha nga Premium Motors. NIP L1 2 3 4 5 6 7 8 A. Po, duhet të konfirmoj një transfer që sapo kam marrë. 110 milion lekë. Po, do të pres. Koha që Ardiani kaloi duke pritur në linjë u duk si një përjetësi. Besniku dhe Artani qëndruan pranë tij, si ushtar që presin urdhra nga një general I mundur. Valbona ishte ulur në një nga karriget e sallonit, ende duke përpunuar atë që kishte dëshmuar. Po, këtu jam, tha Ardiani në telefon, zëri I tij duke dalë më I lartë se sa synonte. Si? E konfirmuar? Jeni I sigurt? Nuk ka mundësi gabimi? Kuptova. Faleminderit. Ardiani e mbylli celularin dhe qëndroi në këmbë për disa sekonda, duke parë aparatin sikur të ishte një objekt alien. Transferta është e konfirmuar, njoftoi ai, zëri I tij duke dalë si një pëshpërim e mposhtur. 110 milion lekë. Parat janë tashmë në llogarinë e kompanisë. Ishte sikur një bombë të kishte shpërthyer në sallon. Besnikut I u desh të mbështetej në banak për të mos rënë. Artani kaloi dorën nëpër flokë disa herë, një shprehje dëshpërimi duke u formuar në fytyrën e tij. Madje edhe punonjësit administrativ që ishin afruar për të parë shfaqjen u tërhoqën instinktivisht, sikur sapo të kishin kuptuar se ishin në prani të dikujt shumë të fuqishëm. Gjon Marku vuri përsëri kapelen në kokë dhe bëri disa hapa drejt qendrës së sallonit. E po, tha ai, zëri I tij tani duke mbartur një autoritet që nuk ishte aty më parë, duket se tani mund të flasim për biznes. I dua të 10 makinat që zgjodha. BMW 6 EZ, 2 Mercedes klasi S, Porsche Cayenne e bardhë, atë Audi A8 atje në cep, BMW 4 kabriolet që po shikonte zonja, dhe 4 të tjera nga modelet më të shtrenjta që keni në dispozicion. Valbona shikoi BMW 4-ën e saj, pastaj Gjon Markun, dhe faqet e saj u skuqën nga turpi. Ajo kujtoi se kishte qeshur diskretisht me pretendimet e atij burri të thjeshtë, dhe tani kuptoi se ai sapo kishte bler makinën që ajo vetëm ëndërronte ta blinte. Zotëri Zoti Gjon, belbëzoi Ardiani, ne duhet të bisedojmë. Sigurisht. Po ju dëgjoj. Ardiani shikoi përreth, duke vënë re se të gjithë syt ishin ngulur tek ai. Reputacioni I tij, autoriteti I tij, imazhi I tij si biznesmen I suksesshëm, e gjithë kjo po shembej para punonjësve dhe klientëve të tij. Ndoshta është më mirë të bisedojmë në zyrën time, sugjeroi Ardiani, duke bërë me shenjë drejt dhomës së xhamit në fund të sallonit. Jo, tha Gjon Marku me vendosmëri. Këtu është mirë. Në fund të fundit ishte këtu ku ju vendosët të më poshtëronit para të gjithëve. Pikërisht këtu do ta zgjidhim këtë situatë. Fjala poshtëronit ra si një çekiç në heshtje. Fiona uli kokën, e turpëruar që kishte dëshmuar gjithçka pa ndërhyrë më efektivisht. Besniku dhe Artani shmangën vështrimin e Gjon Markut, realiteti I asaj që kishin bërë duke filluar të depërtonte në ndërgjegjen e tyre. Zoti Gjon, tha Ardiani, zëri I tij tani duke marrë një ton lutës, ne bëm një gabim. Një mungesë gjykimi. Nuk ishte qëllimi ynë. Nuk ishte qëllimi, e ndërpreu Gjon Marku, zëri I tij duke mbetur I qetë por I ngarkuar me një vendosmëri që I bëri të gjithë të tërhiqeshin një hap prapa. Ju kaluat 20 minutat e fundit duke më trajtuar sikur të isha një lypës, një hajdut apo një I çmendur. Qeshët me pamjen time, dyshuat në aftësinë time, më krahasuat me një traktor dhe sugjeruat se isha këtu vetëm për të bërë foto. Ardiani hapi gojen për t'u mbrojtur, por Gjon Marku vazhdoi.
Ju supozuat se, për shkak se unë vesh rroba të thjeshta dhe ngas një kamionçin të vjetër, nuk kisha vlerë si person apo si klient. Gjykove karakterin tim nga gjendja e çizmeve të mia dhe nga marka e celularit tim. Çdo fjalë shqiptoi me saktësi kirurgjikale dhe secila prej tyre godiste objektivin me forcën e një plumbi. Ardiani ndjeu këmbët t'i dridheshin dhe ju desh të mbështetej në kofanon e një bëmje për të mos rënë. Por dini diçka, vazhdoi John Marku, unë nuk erdha këtu për t'i dhënë mësim askujt. Erdha këtu për të bërë një blerje. Një blerje që do të ishte e favorshme për ju dhe për mua. Por ju vendosët ta ktheni këtë në një spektakël paragjykimi dhe arrogance. Artani bëri një hap përpara, duart e tij të shtrira në një gjest lutjeje. Zoti John, ju lutem. Ne e pranojmë gabimin ton. Ishte një mungesë profesionalizmi absurde nga ana jon. Ju lutem, na jepni një shans ta korrigjojmë këtë. John Marku shikoi Artanin, pastaj Besnikun, pastaj Ardianin. Më në fund, sytë e tij u ndalën te Fiona, e cila e vëzhgonte me një shprehje respekti dhe admirimi të thellë. Doni ta korrigjoni? Pyeti John Marku. Atëherë do t'ju jap këtë mundësi. Por dua të jetë shumë e qartë një gjë, nga ky moment e tutje do të trajtohem me respektin që meriton çdo klient. Jo sepse kam para, por sepse jam një qenie njerëzore me dinjitet. Po, zotëri, tha Ardiani shpejt. Absolutisht. Me gjithë respektin që meritoni. Dhe një gjë tjetër, vazhdoi John Marku, kjo vajzë këtu, ai tregoi me gisht Fionën, ishte i vetmi person në këtë dyqan që tregoi ndonjë konsiderat për mua. Ishte e vetmja që ofroi ndihmë pa më gjykuar. Dua që ajo të jetë përgjegjëse për të gjithë dokumentacionin dhe dorëzimin e mjeteve të mia, Fiona zgurdulloi syt, qartësisht e habitur me zgjedhjen. Zoti John, unë jam e re këtu. Ndoshta Artani apo Besniku kanë më shumë përvojë. Përvojë për çfarë? Pyeti John Marku me një buzëqeshje të bullë. Për të poshtëruar klientët? Për të gjykuar njerëzit nga pamja? Ju keni diçka shumë më të vlefshme se përvoja. Ju keni karakter. Fiona ndjeu lotët t'i formoheshin në sy. Askush kur nuk ja kishte njohur vlerën në atë mënyrë, veçanërisht jo para kolegëve që e shihnin si të papërvojë dhe të paaftë. Unë do të isha e nderuar t'ju ndihmoja, zoti John, tha ajo, zëri i saj i mbytur nga emocioni. Shkëlqyeshëm, tha John Marku. Atëherë, Fiona, le të fillojmë me dokumentacionin. I dua të gjitha makinat të përgatitura për dorëzim deri nesër në mesditë. A është e mundur? Fiona shikoi shpejt Ardianin, i cili tundi kokën furishëm. Po, zotëri. Absolutisht e mundur. Do të organizoj gjithçka sot. Dhe edhe një gjë, tha John Marku, zëri i tij duke marrë një ton më serioz. Dua të dini se do të raportoj gjithçka që ndodhi këtu sot te menaxheri rajonal i markës. Jo për të dëmtuar askënd, por sepse besoj se kompania duhet të di se si përfaqësuesit e saj po i trajtojnë klientët. Ardiani ndjeu gjakun t'i ikte nga fytyra. Kontrata e koncesionarit me prodhuesin ishte shtylla kurrizore e gjithë biznesit të tij. Një ankesë formale, veçanërisht nga një klient që sapo kishte bërë një blerje prej më shumë se 1 milion eurosh, mund të kishte pasoja shkatërruese. Zoti John, ju lut Ardiani. Ne e kuptojmë gabimin ton. Kjo nuk do të ndodhë më kurrë. Ju lutem, na jepni një shans të tregojmë se mund të bëjmë më mirë. John Marku e shikoi Ardianin për një moment të gjallë. Kishte diçka në shprehjen e biznesmenit, një përzierje frike, turpi dhe dëshpërimi, që preku një pjesë të dhëmshur të fermerit. Unë do të raportoj atë që ndodhi, tha John Marku më në fund. Por gjithashtu do të përmend se ju e pranuat gabimin dhe u zotuat ndryshonin. Atë që kompania vendos të bëjë me këtë informacion nuk është më problemi im. Dhe me këtë deklarat, John Marku eci qetësisht drejt daljes së koncesionarit, duke lënë pas një sallon në heshtje absolute dhe një grup njerëzish që sapo kishin mësuar një nga mësimet më të vështira të jetës së tyre. Fiona, tha ai, i ndalur te dera e xhamit, a e keni numrin tim të telefonit për të më njoftuar kur të jetë gati dokumentacioni? Unë jo, zotëri, u përgjigj ajo nervozisht. John Marku buzëqeshi dhe ju afrua banakut, ku mori një kartë vizit dhe shënoi numrin e tij në anën e pasme. Për çdo gjë, më telefono. Dhe faleminderit që ishe e sjellshme me mua kur askush tjetër nuk ishte. Fiona e mbajti kartën sikur të ishte një thesar i çmuar.
Faleminderit, Zoti John, për besimin. Dhe atëherë John Marku doli nga Premium Motors në të njëjtën mënyrë siç kishte hyrë, i qetë, seren dhe duke mbartur një dinitet që asnjë sasi parash nuk mund ta blinte apo ta shiste. Brenda sallonit, Ardiani mbeti i mbështetur te BM-ja për minuta të gjata, duke vëzhguar përmes dritares kamionçinën e vjetër blu të largohej nëpër bulevardin dëshmorët e kombit. Ai e dinte se jeta e tij kishte ndryshuar përgjithmonë atë pasditet e enjte, dhe se ngjarjet e ditëve në vijim do të përcaktonin nëse do të kishte ende një karrierë përpara. Fiona ju afrua me kartvizitën në duar. Zoti Ardian do të filloj të përgatisë të gjithë dokumentacionin tani. Dhe a e keni idenë se kush është në të vërtetë Zoti John Marku? Ardiani e shikoi me një shprehje konfuze. Si kështu? E njoha emrin kur ai u prezantua në fillim, por nuk mund ta besoja. John Marku është një nga pronarët më të mëdhenj të tokave në Shqipëri. Ai ka ferma që arrin në më shumë se 15.000 hektar. Familja e tij është një nga më tradicionalet në agrobiznesin e vendit. Ardiani ndjeu këmbët t'i dridheshin përsëri. 15.000 hektar, përsëriti ai në një pëshpërim. Dhe kjo është vetëm ajo që di nga të dëgjuarit, vazhdoi Fiona. Duhet të ketë shumë më tepër. Zoti Ardian, ne sapo poshtëruam një nga njerëzit më të pasur dhe më të respektuar të Shqipërisë. Ardiani mbylli sytë dhe mbështeti kokën në duar. Tani e kuptonte pse John Marku e kishte ruajtur qetësinë gjatë gjithë poshtërimit. Tani e kuptonte buzëqeshjen serene dhe besimin e palëkundur. Dhe tani e kuptonte se pasojat e asaj dite sapo kishin filluar. Të nesërmen në mëngjes, një e premte që premtonte të ishte ndryshe nga të gjitha të tjerat në Premium Motors, Fiona arriti në koncesionar 2 orë më herët se orari normal. Ajo mezi kishte fjetur gjatë natës, duke menduar për përgjegjësinë që ishte vënë mbi supe dhe për mundësinë unike që John Marku i kishte dhënë. Salloni ishte i heshtur dhe i zhytur në gjysmërësirën e mëngjesit. Fiona ndezi dritat dhe menjëherë u drejtua te tavolina e saj, ku filloi të organizonte të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për transferimin e 10 mjeteve luksoze. Ishte një punë që normalisht do të ndahej mes 3 punonjësve dhe do të merrte të paktën një javë për t'u përfunduar, por ajo ishte e vendosur të mbaronte gjithçka para mesditës, siç kishte kërkuar John Marku. Ndërsa punonte, Fiona nuk mund të mos kujtonte historinë e saj. Vajza e një tregtari të vogël nga Shkodra, ajo kishte luftuar shumë për të mbaruar studimet për administrim dhe për të fituar atë punë në kryeqytet. Gjatë gjithë jetës së saj, ajo e kishte parë familjen e saj të trajtohej me përbuzje nga njerëz që e konsideronin veten superiore thjesht sepse kishin më shumë para ose një pozitë shoqërore më të lartë. Prandaj, që nga momenti kur John Marku kishte hyrë në dyqan, diçka brenda saj ishte revoltuar kundër mënyrës se si ai po trajtohej. Ajo njihte në ata sy të qetë të njëjtin dinitet që shite te babai i saj kur ai poshtërohej nga klient arrogant në dyqanin e tij të vogël të rrobave. Në orën 7:30 të mëngjesit, Ardiani arriti në koncesionar. Edhe ai nuk kishte fjetur mirë, duke kaluar tërë natën duke imagjinuar pasojat e mundshme të asaj që kishte ndodhur. Kur pa Fionën tashmë duke punuar, u ndjej i turpëruar që nuk kishte menduar më parë për përkushtimin dhe profesionalizmin e asaj vajze të re. Mirëmëngjes, Fiona, tha ai, duke ju afruar tavolinës së saj. Si po shkon dokumentacioni? Mirëmëngjes, Zoti Ardian. Jam pothuajse duke mbaruar. Të gjitha kontratat janë gati, financimi është procesuar dhe certifikatat e pronësisë po përgatiten nga agjencia. Duhet të jetë gjithçka gati deri në orën 11. Ardiani tundi kokën, i impresionuar me efikasitetin e Fionës. Në 8 vjet si pronar i koncesionarit, ai kur nuk kishte parë dikë të punonte me kaq përkushtim në një detyrë kaq komplekse. Po Zoti John. A telefonoi? Ende jo, por i lash një mesazh në celularin e tij duke e informuar se gjithçka do të jetë gati siç është kërkuar. Në atë moment, Besniku dhe Artani arritën së bashku, shprehjet e tyre duke zbuluar se edhe ata kishin kaluar një natë të vështirë. Pesha e asaj që kishte ndodhur një ditë më parë ishte e dukshme në fytyrat e tyre të lodhura dhe të shqetësuara. Mirëmëngjes, murmuriti Besniku, duke shmangur të shikonte drejt për drejt Ardianin. Mirëmëngjes, u përgjigj Artani, duke u drejtuar automatikisht te tavolina e tij pa bërë komente për situatën. Klima në sallon ishte e rëndë, e ngarkuar me një tension që të gjithë e ndjenin, por askush nuk guxonte ta përmendte.
Ishte sikur një bombë me sahat ishte gati të shpërthente dhe të gjithë prisnin momentin e pashmangshëm të impaktit. Në orën 10 të mëngjesit, telefoni I koncesionarit ra. Fiona u përgjigj menjëherë. Premium Motors, mirëdita. Këtu Fiona. Mirëdita, Fiona. Këtu John Marku. Si po ecën dokumentacioni? Mirëdita, zoti John. Gjithçka është pothuajse gati. Mund ta konfirmoj dorëzimin për në mesditë? Perfekt. Do të arri aty në 11:30 me kamionet për të transportuar mjetet. Dhe Fiona? Po, zotëri. Ju keni bërë një punë të shkëlqyer. Mund të jeni e sigurt se do ta përmend këtë te njerëzit e duhur. Fiona ndjeu zemrën t'i rritë shpejt. Faleminderit, zoti John. Shihemi së shpejti. Kur ajo e mbylli telefonin, Ardiani ju afrua përsëri. A është I kënaqur? Po, zoti Ardian. Tha se puna ishte e shkëlqyer dhe se do ta përmend këtë te njerëzit e duhur. Ardiani ndjeu një lehtësim të përkohshëm. Ndoshta ende kishte një shans që ajo situatë të mos përfundonte në një katastrofë të plotë për karrierën e tij. Në orën 11:15, 3 kamion transportues parkuan përballë Premium Motors. Ishin mjete të mëdha dhe moderne, me kapacitet për të transportuar shumë makina njëherësh. Shoferi I kamionit të parë zbriti dhe u drejtua te hyrja e koncesionarit. Mirëdita. Kam ardhur të marr 10 makina për zotin John Marku. Ardiani vëzhgoi kamionet përmes dritares dhe ndjeu fytin t'i thahej. Realiteti I atij transaksioni më në fund ishte materializuar para syve të tij. 10 makina luksoze me një vlerë totale prej më shumë se 1 milion eurosh ishin gati të dilnin nga koncesionari I tij. Në orën 11:30 saktësisht, kamionçina e njohur blu parkoi përsëri përballë dyqanit. John Marku zbriti nga mjeti, por këtë herë prania e tij shkaktoi një impakt krejtësisht të ndryshëm. Fiona shkoi menjëherë ta priste te dera me të gjitha dokumentet të organizuara në një dosje elegante. Zoti John, gjithçka është gati siç e kërkuat. Faleminderit, Fiona. E dija se mund të mbështetesha te ju. Ardiani ju afrua me hezitim, duart e tij paksa të dridhura. Zoti John, ne do të donim t'ju falenderonim për besimin e dhënë në kompaninë tonë. John Marku e shikoi Ardianin me një shprehje neutrale. Besimi, zoti Ardian, është diçka që ndërtohet me respekt të ndërsjell. Shpresoj se keni mësuar diçka nga ajo që ndodhi dje. Po, zotëri. Absolutisht. Ishte një mësim që nuk do ta harrojmë kurrë. Gjatë orës së ardhshme, 10 mjetet u ngarkuan me kujdes në kamion. John Marku inspektoi çdo makinë personalisht, verifikoi të gjithë dokumentacionin dhe nënshkroi kontratat e nevojshme. I gjithë procesi u krye me profesionalizëm absolut, por kishte një ftohtësi në ajër që nuk ekzistonte më parë. Kur u ngarkua makina e fundit, John Marku u kthye nga grupi I mbledhur në sallon. Po, duket se transaksioni ynë ka përfunduar. Fiona, shumë faleminderit për përkushtimin dhe profesionalizmin. Ju jeni një shembull I asaj që duhet të jetë një shërbim I vërtet ndaj klientit. Fiona buzëqeshi, duke u ndjerë e njohur dhe e vlerësuar në një mënyrë që nuk e kishte provuar kurrë më parë. Ishte një nder t'ju shërbeja, zoti John. John Marku pastaj ju drejtua Ardianit, Besnikut dhe Artanit. Sa për ju zotërin, siç premtova, do të raportoj gjithë ngjarjen te menaxheri rajonal I markës. Nuk e bëj këtë për hakmarrje, por sepse besoj se situata si ajo e dieshmja duhet të njihen nga kompania. Ardiani tundi kokën nervozisht, duke e ditur se nuk kishte asgjë që mund të bënte për të ndryshuar atë vendim. E kuptojmë, zoti John. Dhe përsëri, kërkojmë ndjes për atë që ndodhi. John Marku tundi kokën dhe u drejtua ngadalja. Por para se të arrinte te dera, ai u ndal dhe u kthye edhe një herë. Një gjë e fundit. Paraja nuk e ndryshon karakterin e një personi. Ajo vetëm zbulon se kush është ai në të vërtetë. Shpresoj të reflektoni për këtë. Dhe me këto fjalë, John Marku doli nga Premium Motors për herë të fundit, duke lënë pas një heshtje të rëndë dhe reflektuese. Të hënën pasuese, telefoni I Ardianit ra në orën 9 të mëngjesit saktësisht. Ishte Fatmir Deda, menaxheri rajonal I BM-s për Shqipërinë. Ardian, duhet të flas me ty urgjentisht. Mund të vish këtu në zyrën rajonale sot në mëngjes? Sigurisht, Fatmir.
ka ndodhur diçka? Është më mirë të bisedojmë personalisht. Të pres në 10:30. Ardiani e dinte saktësisht arsyen e asaj thirrjeje. Gjatë fundjavës, ai ishte përpjekur të përgatitej mendërisht për atë moment, por gjithsesi ndjeu duart t'i djersiteshin kur mbylli telefonin. Në zyrën rajonale të BM-s, e vendosur në një ndërtesë elegante biznesi në zonën e bllokut, Fatmir Deda e priste Ardianin me një shprehje serioze. Fatmiri ishte një ekzekutiv me përvojë, 55 vjeç, i cili e kishte ndërtuar karrierën e tij bazuar në parime të forta të integritetit dhe respektit ndaj klientit. Ardian, ulu, tha Fatmiri, duke bërë me shenjë drejt një karrigeje përballë tavolinës së tij. Kam marrë një raport shumë të detajuar për një incident që ka ndodhur në koncesionarin tënd të enjten e kaluar. Ardiani u gëlltit në të thatë. Fatmir, unë mund të shpjegoj. Më lër të mbaroj, e ndërpreu Fatmiri, zëri i tij i prerë por jo agresiv. Zoti John Marku më telefonoi personalisht të premten dhe më raportoi të gjithë situatën. Më tregoi se si u trajtua nga ti dhe ekipi yt për poshtërimet që pësoi dhe se si një punonjëse e quajtur Fiona ishte i vetmi person që tregoi profesionalizëm. Ardiani uli kokën duke ndjer peshën e turpit. Por e di se çfarë më bëri më shumë përshtypje në raportin e tij, vazhdoi Fatmiri. Ishte fakti se, edhe pas gjithë poshtërimit, ai nuk kërkoi shkarkimin e askujt. Ai thjesht donte që unë ta dija se çfarë kishte ndodhur. Fatmir, unë ne bëm një gabim të tmerrshëm. Nuk ka justifikim për atë që bëm. Fatmiri u mbështet në karrigen e tij, duke vëzhguar Ardianin për një moment të gjatë. Ardian, ti e di kush është John Marku? Fiona më tha se ai është një pronar i madh tokash, por ai nuk është thjesht një pronar i madh tokash, e ndërpreu Fatmiri. Ai është një nga investitorët më të mëdhenj të agrobiznesit në Shqipëri. Pronat e tij vlejnë më shumë se 100 milion euro. Ai është konsulent i kompanive të mëdha të sektorit, antar i këshillit të disa institucioneve filantropike dhe një nga njerëzit më të respektuar në mjedisin e biznesit shqiptar. Ardiani ndjeu sikur kishte marrë një grusht në stomak. Dhe ju e trajtuat atë sikur të ishte një lypës, vazhdoi Fatmiri, zëri i tij i ngarkuar me zhgënjim. Ardian, në 25 vjet duke punuar me koncesionar, kur nuk kam parë një situatë kaq të turpshme si kjo. Fatmir, të lutem. Ne e pranojmë gabimin ton. Kjo nuk do të ndodhë më kurrë. Fatmiri pshertiu thellë. Ardian, BM nuk mund ta toleroj këtë lloj sjelljeje nga përfaqësuesit e saj. Marka jon bazohet në vlerat e përsosmërisë, respektit dhe përfshirjes. Ajo që ndodhi në koncesionarin tënd shkon kundër gjithçkaje që ne mbrojmë. Ardiani ndjeu gjakun t'i ikte nga fytyra. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se po e ndërpresim kontratën e koncesionit të Premium Motors, efektive brenda 30 ditëve. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Ardiani ndjeu sikur toka i ishte zhdukur nën këmbë. Fatmir, të lutem. E gjithë jeta ime është e investuar në atë koncesionar. Mund të ndryshoj, mund të bëj më mirë. Vendimi tashmë është marrë, Ardian. Por mos u shqetëso për punonjësit e tu. Kompania do t'i zhvendos të gjitha ata, përfshirë këtë Fionën, e cila do të marrë një promovim të konsiderueshëm për shkak se tregoi vlerat që ne presim nga përfaqësuesit tanë. Ardiani doli nga ndërtesa e biznesit si një njeri i mposhtur. Në 15 minuta, karriera e tij ishte shembur plotësisht. Koncesionari që kishte trashëguar nga vjehri, biznesi që ishte qendra e jetës së tij, e gjithë kjo ishte zhdukur për shkak të 20 minutave arrogancë dhe paragjykimi. Kur u kthye në Premium Motors, gjeti punonjësit e tij duke pritur me ankth për lajme. Fiona iu afrua e para. Zoti Ardian, si shkoi takimi? Ardiani e shikoi atë, besnikun, Artanin, të gjithë punonjësit që vareshin nga ajo punë për të mbajtur familjet e tyre. Koncesionari do të mbyllet, njoftoi ai thjesht. Kontrata u ndërpre. Heshtja që pasoi u thye vetëm nga tingulli i Fionës që vuri dorën në gojë, e habitur. Por të gjithë ju do të zhvendoseni në koncesionar të tjerë të rrjetit, vazhdoi Ardiani. Dhe Fiona, ti do të marrësh një promovim. Zoti John Bërich mos të përmendte profesionalizmin tënd. Fiona ndjeu lotët t'i formoheshin në sy. Në një javë, jeta e saj kishte ndryshuar plotësisht. Nga një shitse fillestare dhe e pasigurt, ajo ishte bërë një punonjëse e njohur dhe e respektuar. Besniku dhe Artani mbetën në heshtje, duke përpunuar pasojat e veprimeve të tyre.
Ata e dinin se karriera e tyre do të vazhdonte, por mësimi që kishin marrë do të mbetej me ta përgjithmonë. Atë pas dite, ndërsa dielli perëndonte mbi bulevardin në dëshmorët e kombit, Ardiani mbeti i vetëm në sallonin e zbrazët, duke reflektuar se si 20 minuta arrogancë kishin shkatëruar 8 vjet punë. Ai mendoi për Gjon Markun, për dinjitetin e tij të palkundur përballë poshtërimit, për bujarinë e tij duke mos kërkuar shkarkimin e askujt, për mençurinë e tij duke dhënë një mësim pa kërkuar hakmarrje. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, Ardian Berisha qau. Qau për mundësinë e humbur, për mësimin e marrë tepër vonë dhe për kuptimin e dhimbshëm se vlera e vërtetë e një personi nuk matet me atë që vesh apo me makinën që drejton, por me karakterin që tregon në momentet më të vështira. Ndërkohë, në fermën e tij 100 kilometra larg Tiranës, Gjon Marku vëzhgonte perëndimin e diellit mbi tokat e tij, duke e ditur se kishte bërë atë që ishte e drejtë. Jo për hakmarrje, por për drejtësi. Jo për të shkatëruar jetë, por për të dhënë një mësim që ndoshta do të pengonte njerëz të tjerë të kalonin në përposhterime si ai. 10 makinat qëndronin të parkuara në pronën e tij, duke pritur për fatin që ai kishte planifikuar për to që në fillim. Një surprizë që do të zbulonte edhe më shumë për karakterin e atij burri të thjeshtë që kishte tronditur themelet e një prej koncesionarëve më arrogant të qytetit. 3 muaj kishin kaluar që nga mbyllja e Premium Motors dhe bulevardi dëshmorët e kombit kishte dëshmuar ndryshime të rëndësishme. Aty ku më parë funksiononte koncesionari i Ardianit, tani ngrihej një ndërmarrje krejtësisht e rinovuar. Fasada ishte reformuar, ngjyrat ishin më mikpritëse dhe një tabelë e re njoftonte: Horizont i ri Premium Motors, ku respekti nuk ka çmim. Fiona Leka, tani 26 vjeç, ecte nëpër sallon duke rishikuar çdo detaj para inaugurimit zyrtar. Në 3 muaj, jeta e saj kishte ndryshuar në mënyrë surreale. Nga shitse fillestare, ajo ishte bërë menaxhere e përgjithshme e koncesionarit të ri, një post që kurrë nuk e kishte imagjinuar të arrinte kaq herët në karrierën e saj. Por Fatmir Dejda, menaxheri rajonal i BM-s, kishte qenë kategorik, donte dik me vlerat e duhura që të komandonte atë operacion. Fiona, tha Roberta Koci, një nga shitset e reja të punësuara, ka ardhur një ftesë për inaugurimin. Fiona mori zarfin elegant dhe njohu menjëherë shkrimin e kujdesshëm. Ishte nga Gjon Marku. Brenda, një kartolinë e thjeshtë thoshte: urime për rrugëtimin e ri. Karakteri gjithmonë gjen rrugën e tij. Me admirim, Gjon Marku. Fiona buzëqeshi, duke e ruajtur kartolinën me kujdes në sirtarin e tavolinës së saj. Që nga episodi në koncesionarin e vjetër, ajo dhe Gjon Marku kishin mbajtur kontakte sporadike. Ai ishte bërë jo vetëm një klient i respektuar, por edhe një lloj mentori i heshtur, duke i dërguar gjithmonë fjalë inkurajuese në momentet e rëndësishme. Në anën tjetër të qytetit, në një lagje më pak të privilegjuar, Ardian Berisha parkonte Corsan e tij modeste të bardhë përballë makina të përdorura shpresa. Në moshën 43 vjeçare, ai kishte zbuluar një realitet krejtësisht të ndryshëm nga ai që kishte njohur gjatë gjithë jetës së tij të rritur. Pas humbjes së koncesionarit, Ardiani kishte përballuar muaj të vështirë. Shtëpia e tij luksoze duhej të shitej për të paguar borxhet, martesa nuk i rezistoi presionit financiar dhe ai u detyrua ta rifillonte nga zeroja. Mirëmëngjes, Ardian, e përshëndeti zoti Osman, pronari i dyqanit të vogël të makinave të përdorura që i kishte dhënë një mundësi. Ka një klient që pret të shoh atë civicun e vitit 2015. Ardiani tundi kokën dhe ju drejtua klientit, një çift i ri që ëndërronte të blinte makinën e parë. Në muajt e fundit, ai kishte mësuar të vlerësonte çdo shitje, sado e vogël të ishte. Më e rëndësishmja, ai kishte mësuar ta trajtonte çdo klient me respekt të sinqert, pavarësisht nga gjendja e tij sociale apo pamja. Mirëdita, i tha Ardiani çiftit me një buzëqeshje të sinqertë. Mund t'ju ndihmoj? Ajo buzëqeshje nuk ishte më buzëqeshja e llogaritur dhe e rreme që ai përdorte në Premium Motors. Ishte buzëqeshja e dikujt që kishte mësuar për ulësinë në mënyrën më të vështirë të mundshme. Ndërkohë, në fermën e Gjon Markut, e vendosur në rajonin e Fierit, një skenë e jashtëzakonshme po zhvillohej. Më shumë se 50 të rinj të moshave të ndryshme ishin mbledhur në një obor të gjerë të rrethuar me pemë vendase. Ata vinin nga familje në nevojë nga qytete të ndryshme të rajonit, të gjithë të bashkuar nga i njëjti ëndër, të merrnin patentën e shoferit. Vëmendje, të gjithë, njoftoi Mariana Kola, koordinatore e Ojqës Rrotat e Para, një organizatë që Gjon Marku e kishte ndihmuar të themelohej vite më parë. Sot është një ditë shumë e veçantë.
John Marku vëzhgonte skenën nga larg, I mbështetur në verandën e shtëpisë së tij të thjeshtë por komode. Në moshën 54 vjeçare, ai kishte gjetur në filantropi një mënyrë për t'i dhënë një qëllim të vërtet prosperitetit të tij. 7 nga 10 makinat që kishte blerë në Premium Motors ishin aty, të transformuara në mjete të transformimit social. Zoti John, tha Mariana, duke u afruar, instruktorët janë gati të fillojnë mësimet praktike. Të rinjt janë euforik. John Marku tundi kokën, I kënaqur. Secila nga ato makina luksoze tani shërbente për t'u mësuar të rinjve në nevojë të drejtonin makinën, duke u ofruar atyre një aftësi që mund të hapte dyrën në tregun e punës. BMW, Mercedes, Audi, marka që më parë përfaqësonin përjashtim, tani simbolizonin përfshirje dhe mundësi. Po si po shkon projekti në shkolla, pyeti John Marku. Mrekullueshëm. Kemi vizituar 15 shkolla në rajon duke treguar historinë tuaj. Fëmijët mahniten kur u shpjegojmë se pasuria e vërtet qëndron në karakter, jo në pamje. John Marku buzëqeshi. Në muajt e fundit, përvoja e tij në koncesionar ishte bërë një rast studimi në kurset e shërbimit ndaj klientit dhe përgjegjësisë sociale. Universitetet kishin kërkuar leje për të përdorur historinë e tij si shembull se si paragjykimi mund të kushtojë shtrenjtë dhe se si dinjiteti gjithmonë triumfon. Në atë moment, djali I tij më I vogël, Pietri, 22 vjeç, u afrua duke drejtuar një nga bimët që John Marku I kishte ruajtur për familjen. Baba, sapo u ktheva nga qyteti. E lash Lekën në shkollën e anglishtes. Leka ishte djali I mesëm, 19 vjeç, I cili ëndërronte të studionte administrim rural. Makina e tretë e familjes I ishte dhënë vajzës më të madhe, Ana Maria, 25 vjeç, e cila punonte si veterinere në një qytet fqinj. Pjetër, tha John Marku, a e mban mend historinë që ju tregova për koncesionarin? Sigurisht, baba. Historia që na ndryshoi mënyrën se si I shohim njerëzit. Pikërisht. Sot pash se ajo vajza, Fiona, e inauguroi koncesionarin e ri. I dërgova një kartolinë duke e uruar. Pietri buzëqeshi. Vajza që ishte e vetmja që ju trajtoi me respekt? Saktësisht. Dhe e di pse e arriti këtë? Sepse e kuptoj se respekti nuk varet nga paratë që personi ka në llogari. Po atë ditë, koncesionari I ri I Fionës po inaugurohej me festime të mëdha. Klient, furnitor dhe autoritete lokale morën pjesë në ngjarje. Gjatë fjalimit të saj, Fiona përmendi filozofinë që do të udhëhiqte biznesin. Ky koncesionar do të ndërtohet mbi shtylla të thjeshta por themelore, respekt, dinjitet dhe barazi. Nuk ka rëndësi se si vishet klienti ynë, çfarë makine drejton, apo cila është gjendja e tij sociale. Këtu, çdo person do të trajtohet me të njëjtin respekt që do të donim të merrnim. Afër fundit të ngjarjes, një gazetar lokal I u afrua Fionës. Menaxhere Fiona, a është e vërtetë se kjo filozofi u frymëzua nga një rast real që ndodhi në koncesionarin e vjetër? Fiona hezitoi për një moment, duke kujtuar se John Marku gjithmonë kishte preferuar të qëndronte larg vëmendjes. Po, u frymëzua nga një situatë reale. Por preferoi të mos jap detaje për respekt ndaj personave të përfshirë. E rëndësishme është mësimi, kur mos e gjykoni një person nga pamja. Gazetari këmbënguli, por a do të ishte e mundur të intervistoheshin personat e përfshirë në këtë rast? Besoj se jo. Personi që na e mësoi këtë mësim është jashtëzakonisht I rezervuar. Ai bëri atë që bëri jo për të kërkuar famë, por thjesht sepse është ai që është. Në fakt, John Marku kishte refuzuar 10 aftesa për intervista, programe televizive dhe leksione. Biznesmen, universitete dhe organizata donin të dëgjonin versionin e tij të fakteve, por ai gjithmonë refuzonte me mirësjellje. Qëllimi im kur nuk ishte të kërkoja vëmendje, I kishte shpjeguar ai Fionës në një bisedë telefonike. Ishte thjesht të bëja një blerje me dinjitet. 6 muaj pas incidentit, Besniku dhe Artani, shitësit e vjetër të Premium Motors, gjithashtu kishin gjetur rrugët e tyre të reja. Të dy u zhvendosën në koncesionar të tjerë të rrjetit BM, ku zbatuan një qasje krejtësisht të ndryshme në shërbimin ndaj klientit. Besniku, tani duke punuar në një zonë tjetër të Tiranës, ishte bërë I njohur për vëmendjen e tij të veçantë ndaj klientëve që vinin të veshur thjesht. Mësova se pamja gënjen, u tregonte ai kolegëve. Klienti më I thjesht mund të jetë më I rëndësishmi I karrierës tënde.
Artani, i transferuar në një koncesionar në një qytet tjetër, kishte zhvilluar një projekt vullnetar duke vizituar shkollat rurale për të folur për profesionalizmin dhe respektin. Bëra gabimin më të madh të jetës sime profesionale, pranonte ai në leksione. Gjykova një njeri nga rrobat që vishte dhe pothuajse e shkatërrova karrierën time për këtë. Një vit më vonë, historia e Gjon Markut ishte përhapur në të gjithë Shqipërinë, duke u bërë një legjend urbane në biseda, darka biznesi dhe salla mësimi. Tregoi në versione të ndryshme, por gjithmonë me të njëjtin mesazh qendror: respekti dhe dinjiteti vlejnë më shumë se çdo pasuri materiale. Një pasdite të diel, Ardiani po drekonte me djalin e tij 16 vjeçar, Luanin, në një restorant të thjeshtë kur tema doli natyrshëm. Baba, tha Luani, mësuesja ime e sociologjisë, tregoi një histori në klasë për një fermer që u poshtërua në një koncesionar dhe pastaj bleu 10 makina të shtrenjta. Ajo tha se ndodhi këtu në Tiranë. Ardiani ndaloi së përtypuri dhe shikoi djalin e tij. Ai ende nuk i kishte treguar Luanit për rolin e tij në atë histori. Dhe çfarë mendove për historinë? Pyeti Ardiani. Mendova se shitësit ishin shumë paragjykues. Mësuesja ime tha se edukata e vërtet qëndron në trajtimin e mirë të gjithë njerëzve, pavarësisht se si vishen. Ardiani tundi kokën ngadalë. Mësuesja jote ka të drejtë. Dhe di diçka, bir? Babai yt ishte një nga shitësit e asaj historie. Luani zgurdulloi sytë. Si kështu? Unë isha pronari i koncesionarit. Isha unë ai që e poshtërova atë njeri. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Luani e përpunoi informacionin për disa sekonda para se të fliste. Dhe çfarë ndodhi pastaj? Humba gjithçka. Koncesionarin, shtëpinë, pothuajse humba nënën tënde. Por e di se çfarë ishte më e keqja. Zbulova se isha bërë një person i keq. Paratë dhe pozita sociale më kishin transformuar në dikë që përbuste të tjerët. Dhe sot? A pendohesh? Ardiani shikoi në sytë e djalit të tij dhe pa aty një mundësi për të dhënë mësimin më të rëndësishëm të jetës së tij. Çdo ditë. Por jam gjithashtu mirënjohës. Ai njeri më mësoi se vlera e vërtetë e një personi nuk qëndron në llogarinë bankare. Sot jam më i varfër financiarisht, por jam një person më i mirë. Luani mbajti dorën e babait të tij. Baba, unë krenohem me atë që je bërë. Ishte hera e parë në shumë muaj që Ardiani ndjeu lumturi të vërtetë. 2 vjet më vonë, Horizonti Re Premium Motors ishte bërë një referencë në shërbimin e humanizuar. Fiona kishte zhvilluar një program trajnimi që studioi nga koncesionar të tjerë në të gjithë vendin. Tabela në hyrje të dyqanit me fjalët respekti nuk ka çmim. Dinjiteti nuk ka markë. Trajtoje çdo person ashtu siç do të doje të trajtoheshe, ishte bërë simbol i një epoke të re në shërbimin e biznesit. Gjon Marku vazhdonte jetën e tij të thjeshtë në fermë, duke zgjeruar projektet sociale dhe duke refuzuar sistematikisht çdo lloj homazhi publik. 7 makinat e dhuruara për Oqën tashmë kishin ndihmuar më shumë se 200 të rinj të merrnin patentat e tyre, dhe shumë prej tyre kishin gjetur punë më të mira fal kësaj aftësie. Një mëngjes me diell vjeshte, Gjon Marku po inspektonte një nga kullotat kur mori një telefonat të papritur. Alo? Zoti Gjon? Këtu Ardiani. Ardian Berisha, nga Ish Premium Motors. Gjon Marku ndaloi për një moment. Kishin kaluar 2 vjet që nuk e dëgjonte atë zë. Përshëndetje, Ardian. Si je? Zoti Gjon, unë po ju telefonoja për t'ju falënderuar. Të më falenderosh për çfarë? Për të më mësuar të jem një person më i mirë. Për të më dhënë mundësinë të rifilloj. Për të më treguar se karakteri është më i rëndësishëm se çdo gjë materiale. Gjon Marku buzëqeshi. Ardian, ti nuk ke pse të më falenderosh. Ti e mësove mësimin vetë. Zoti Gjon, doja t'ju ftoja në dasmën time. Dasmë? Po. Do të martohem me një grua të mrekullueshme që e njoha në dyqanin e makinave të përdorura ku punoj. Ajo më mësoi se dashuria e vërtet nuk i kushton rëndësi statusit social. Do të donim shumë që ju të ishit i pranishëm. Gjon Marku u emocionua. Ardian, do të ishte një nder. Në ditën e dasmës së Ardianit, një ceremoni e thjeshtë në një kishë të lagjes, Gjon Marku ishte i pranishëm në rreshtin e parë. Kishte veshur kostumin e tij më të mirë, por ruante thjeshtësinë që e karakterizonte.
Kur nusja dhe dhëndri shkëmbyen betimet duke premtuar se do ta donin njëri tjetrin në pasuri dhe në varfëri, John Marku mendoi se si jeta kishte forma misterioze për të dhënë mësimet e saj më të rëndësishme. Pas ceremonisë, Ardiani ju afrua John Markut. Faleminderit që je këtu, tha ai, me sytë e lagur. Faleminderit që më ftove. Dhe Ardian? Po. Jam krenar për personin që je bërë. Ajo përqafim mes dy burrave simbolizoi mbylljen e një cikli dhimbjeje dhe fillimin e një epoke të re mirëkuptimi dhe respekti të ndërsjellë. Sot, 5 vjet më vonë, historia e John Markut tregohet në shkolla, kompani dhe universitete si shembull se pasuria e vërtet qëndron në karakter. Fiona administron një nga koncesionarët më të respektuar të vendit. Ardiani dhe gruaja e tij janë të lumtur në jetën e tyre të thjeshtë, dhe ai është bërë një folës vullnetar për përulësinë dhe shanset e dyta. Po John Marku vazhdon të jetë i njëjti njeri i thjeshtë si gjithmonë, duke drejtuar kamionçinën e tij të vjetër blu nëpër rrugët e pasfaltuara të fermës, duke dëshmuar çdo ditë se madhështia e vërtet nuk ka nevojë për projektor për të shkëlqyer. Tabela në hyrje të Horizonti i ri Premium Motors qëndron aty, duke u kujtuar të gjithë atyre që hyjnë se respekti nuk ka çmim, dinjiteti nuk ka markë, dhe se duhet ta trajtojmë çdo person ashtu siç do të donim të trajtoheshim. Dhe kur era e lë kund atë tabel të artë, duket se përshpërit mësimin më të rëndësishëm nga të gjithë, se vlera e një personi kur nuk duhet të matet nga rrobat që vesh, nga makina që drejton, apo nga paratë që zotëron, por nga mirësia që mbart në zemër dhe nga mënyra se si i trajton të ngjashmit e tij. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Johnit, Ardianit dhe Fionës t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse jeni emocionuar me këtë rrugëtim poshtërimi, dinjiteti dhe transformimi, lini pëlqimin tuaj më poshtë, abonohuni në kanalin ton dhe na tregoni në komente se cili moment ju ka prekur më shumë. A besoni se ende ekzistojnë njerëz si John Marku në botë? Apo ndoshta keni kaluar një situatë të ngjashme? Duam shumë të dim historitë tuaja. Çdo ditë, ne sjellim rrëfime intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë dhe të vërtetë të shpirtit njerëzor. Histori që na bëjnë të reflektojmë se kush jemi dhe kush mund të bëhemi. Ju presim në episodin e ardhshëm, ku një rrugëtim i ri emocional ju pret. Deri atëherë, mbani mend gjithmonë, pasuria e vërtetë qëndron në mënyrën se si i trajtojmë njerëzit përreth nesh.